Po, Jehona, ju dëgjoj, jemi në strofës të vushtrisë qyshe dhe e ceke më herët në raport me raportimet fillestare të themi ashtu që u tha se trupi i Bejtullah Isufit është gjetur i djegur. Në fakt, to raportime nuk qëndrojnë, për shkak se ne edhe nga burimet tona kemi marrë vesh që bëhet fjalë për një ngjarje krejtësisht ndryshe, një problem tjetër shëndetësor që ka qenë i mëhershëm që në fakt ka ndikuar edhe në momenti kur një zjarr është ndezur pikërisht prapa në hapësirën këtu prapa nesh ku ne gjendemi, por që nuk lidhet në fakt edhe vdekja e zotrit Isufi në raport me atë se çka është thënë se është gjetur pra i djegur nga mbeturinat që i kanë ndezur. Ai është gjetur nga një kushëri i tij në afërsi të shtëpisë, me disa lëndime të vogla, mund të themi ashtu nga bisedat që patëm me familjar nga zjarri, por kjo nuk është arsyeja sepse i njëjti pra ka vdekur. Kjo do të konfirmohet më mirë përmes një raporti më të detajuar nga ai i obduksionit, për shkak se trupi i tij menjëherë edhe pas arritjes së ekipeve policore këtu, por edhe emergjencës është dërguar në obduksion për një raport më të gjerë dhe rasti në realitet do të hetohet pra si hetim i vdekjes edhe kështu me autorizim të prokurorisë në rrethonat që edhe është hetuar. Tashmë ne jemi në afërsi krejt të familjes së të ndjerit dhe se varrimi i tij do të bëhet ditën e nesërme, qysh nga ora pra 13. Familjarët janë të shqetësuar, mund të themi dhe ta konfirmojmë edhe për shkak të mënyrës se si në fillesat e para veç se u dha ky informacion, por megjithatë krejt ajo çka mund të determinoj edhe tërë ngjarjen është raporti i autopsisë ai final pra që pritet të dalë, kurse nga prokuroria e Mitrovicës në këtë rast, për shkak se përfshin edhe këtë rajon që është edhe Vushtria, na thanë që vetëm se është duke hetuar pra në drejtim të veprës, në drejtim të hetimit të vdekjes, dhe se edhe nga ata presin që të kenë raportin përfundimtar të obduksionit. Mirë, të faleminderit Altian për gjithë qartësinë që ka krijuar për këtë rast. Shumë mirë që u lidhëm, sepse kështu doli në fakt raportimi fillestar dhe të paktën nuk ka qenë ashtu siç është raportuar fillimisht. Suksese ty me kronikën, do të provojmë që të lidhemi, të kthehemi edhe një herë tek zhvillimet në seancën e sotme, pra atë